Zyrtarët e administratës Trump u kanë thënë disa punonjësve të qeverisë amerikane se ekipi i teknologëve Dodge i Elon Musk po përdor inteligjencën artificiale për të vëzhguar komunikimet e punonjësve. Sipas Reuters, ekipi i Dodge po përdor gjithashtu aplikacionin Signal për të komunikuar. Sipas një personi tjetër me njohuri të drejtpërdrejta për këtë çështje, duke shkelur potencialisht rregullat federale të mbajtjes së të dhënave, sepse mesazhet mund të zhduken pas një periudhe kohe. Reuters shkruan se përdorimi i AI dhe Signal përforcon shqetësimet midis ekspertëve të sigurisë kibernetike, se Dodge po funksionon me transparencë të kufizuar dhe se miliarderi Musk ose administrata Trump mund të përdorin informacionin e mbledhur me AI për të çuar përpara interesat e tyre ose për të ndjekur objektivat politik. Në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit për shembull, disa menaxherë të EPA-s ju thanë nga të emëruarit të Trump se ekipi i Musk po përdor AI për të monitoruar punëtorët, duke parë nëse ata sulmojnë apo shajnë në mesazhe Trump apo Musk, thanë të dy burimet. EPA, e cila zbaton ligje të tilla si Akti i Ajrit të Pastër dhe punon për të mbrojtur mjedisin, është vënë në vëzhgim intensiv nga administrata e Trump, që nga janari ajo ka pushuar rreth 600 punonjës dhe tha se do të eliminojë 65% të buxhetit të saj, gjë që mund të çojë në reduktime të mëtejshme të stafit. Zyrtarët e emëruar nga Trump, që kishin marrë poste në EPA, u thanë menaxherëve se Dodge po përdorte AI për të monitoruar aplikacionet dhe softwarein e komunikimit, duke përfshirë Microsoft Teams, i cili përdoret gjerësisht për thirrje dhe biseda virtuale, thanë dy burimet e njohura me këto komente. Keni kujdes se çfarë thoni, çfarë shkruani dhe çfarë bëni, tha një menaxher, sipas një prej burimeve. Pas publikimit të kësaj historie, EPA pranoi në një deklaratë se po shikonte AI për të optimizuar më mirë funksionet e agjencisë dhe efikasitetin administrativ, por tha se nuk po përdorte AI për të marrë vendime për personelin në bashkëpunim me Dodge. Ai ka thënë se qëllimi ishte të shkurtojë $1 trilion në shpenzime, ose 15% të buxhetit vjetor të SBA. Pak kush kundërshton se qeveria e SBA-s dhe sistemet e saj kompjuterike të vjetëruara duhet të modernizohen, por demokratët thonë se Musk dhe Trump po pastrojnë qeverinë nga nënpunësit publik jo partijak dhe po instalojnë besnik që do të mbyllin një sy ndaj korrupsionit. Shumë republikanë dhe të pavarur janë gjithashtu kritik ndaj veprimeve të Dodge. Clark, specialiste e etikës, tha se vëzhgimi i mundshëm ishte shqetësues, tingëllon si një shpërdorim i pushtetit të qeverisë për të shtypur ose penguar ata që presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk i pëlqen, tha ajo. Vitin e kaluar, përpara se Trump të zgjidhej, Musk sugjeroi se AI mund të përdoret për të zëvendësuar punonjësit e qeverisë, sipas një personi me njohuri të drejtpërdrejta për komentet e tij. Koncepti ishte që duke marrë të dhënat e qeverisë, ata mund të ndërtonin sistemin më dinamik të AI ndonjëherë, tha personi, duke shtuar se AI më pas mund të bënte punën.